nën kontraktorët me kontratat e vijas edhe të mapkos. Ata kërkojnë me hije me punuem, t'i kryjnë punët e tyne. Për t'i kryje punët e tyne, e kanë afatin deri në fund të mujt. Prej fundit të mujt, ju nevojiten 10 ditë për t'i nënshkrua situacionet e tyne edhe për t'i dërgua fakturat për pagesë. Këta kanë hallin e tyne, edhe unë e kom hallin e atyne. Çka na bojna në mes veti, mes mapkos edhe vijas, apo shtetit, ka kush i drejton ato punë. Kush e ka bërë ndalimin? Kush e ka ndaluar sot? Me urdhër jo zyrtar të kujt është bërë ndalimi hyrjes punonjësve? Është bë prej disa punonjësve të vijas që punojnë këtu. A e kanë autorizimin për të marrë vendimin edhe pse jeni brenda kontratës themi? Nuk e di unë, a kanë autorizim, a nuk kanë, do t'ja kërkoni atyne autorizimin. Mirë, po sido që tjetë, nuk bëhet këja punë mas orës 21 mbrom, për sot nuk vinim punë. Asnjë punëtor e kryen punën këta në ora 5, mas voni, edhe kanë shku në shtëpi. Qysh mi lajmëruan na nën kontraktorët që nesër nuk punohet, nuk kina mujt. Sot kur kanë ardhur është porta e bllokuar. Afatet përfundimtare kur janë të përfundimit të punimeve të firmës? Ato ndohen me legje dhe me prokurori edhe në mes vijas edhe mapkos. Po, unë e kom hallin të punëtorët të nën kontraktues të motër. Po. Çka më ju bë këtyne? Këta janë të pafajshëm. Çfarë foj kanë këta? Kanë bë kontratë me neve. Po. Për çdo muaj deri në fund të muajit e përfundojnë këtë muaj. Mas fundit të muajit ju nevojiten 10 ditë për të nënshkrua situacionet edhe për t'i dërgua fakturat për pagesë. Këta na duhet t'i paguajmë. Edhe njerëzën e punëtorit duhet paguar. Nuk mundna na me paguë sot për nesër, derisa nuk nënshkruhen situacionet. Për më nënshkruar situacionet duhet të jenë njerëz prezent. E kryejnë muajin, e përfundon muajin, edhe kontrollohen punë që i kanë krye, nënshkruhen që kja punë u krye, që kja duhet kryet. Brenda çatyre 10 ditëve, këta i përfundojnë edhe fakturat, edhe situacionet, edhe punën. Keni folë me dikët nga firma tani? U ka dhënë ndonjë përgjigje ose policia? Policia janë këtu, unë nuk mujt me hyje me bisedua me policin, as mund dëgjua policia muaj, mirë po këta janë ka e kryjnë punën e vetë. Këta nuk mujnë me hap porten, na me hyje ose me na bllokuaj. Por e ngjizojnë situatën. Na kërkojna prej vijas që ata që kanë tentu edhe që ata që kanë bëhe blokaden, që të vinë ose këtu, ose ne të shkojna në zyret e tyne. Shkojna 2 njerëz, 3 njerëz prej neve edhe flosëm si njerëz.